Sa më masive pjesëmarrja në procesin zgjedhore, sa më i rregullt dhe i lirë procesi zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. Vazhdimisht Serbia ka ndërhyrë në proceset zgjedhore në Kosovë. Ne natyrshëm që me institucionet tona të sigurisë do të bëjmë çmos që të gjithë qytetarëve përfshi edhe atyre në veri t'ju garantohet e drejta e lirisë në votë. Megjithatë, shpresoj që pas raportuesit të Parlamentit Evropian për Kosovën të kemi edhe më shumë institucione ndërkombëtare dhe më shumë përfaqësues ndërkombëtar që do të reagojnë dhe do të ndërmarrin masa për këto shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Serbisë. Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për 4 vitet e ardhshme në komunat tona, për qerdhen, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturat në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë. E ftoj të gjithë qytetarët pa dallim që ta përdorin mundësinë, ta shfrytëzojnë të drejtën, të bëhen hizetar në zgjidhjen e problemeve që kanë.